Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhalla shanuhu. Atë falenderojmë, prej tij fale dhe ndihmë kërkojmë. Salate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasun dhe do ta pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të vazhdojmë edhe sonte në shpjegimin e surës Yusuf, e që sonte do të ndalemi tek ajeti 35, 36, 37, e të cilat kanë të bëjnë me burgosjen e Jusufit alayhis salam. Jusufi alayhis salam u burgos pa pasur kur një çfarë faji. Erdhi koha që Jusufi alayhis salam sprovohet përsëri. Pasi që u sprovu nga ana e vëllezërve që deshtën ta vrasin, pasi që u sprovu nga ana e vëllezërve që e detyrun dhe e fugën në punall, pasi që u sprovu në pallatin mbretëror nga ana e gruas së ministrit, pasi u sprovua edhe me gratë elitare të Egjiptit, të cilat i organizoi gruaja e Azizit, ministër i asaj kohe, atëherë erdhë sprova tjetër që u deshte burgosët. Jusufi alayhis salam sa del nga një sprovë, i vjen sprova tjetër, por natyrisht se kjo është normale për burrat e mëdhej, siç janë pejgamberët e Allahut xhallahu shanuhu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith në cilën e transmeton Ibn Hibani thotë: njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët, pastaj ata pas tyre, pastaj ata pas tyre. Që do thotë se nuk ka pejgamber i cili nuk është sprovuar. Dhe ne sprovën asësi nuk guxojmë ta morim si ngarkesë. Sprovën nuk guxojmë ta morim se është provokim. Por sprova për neve është privilegj, sepse Allahu xhallahu shanuhu i sprovon ata që i don. E më shumë ti që i donë Allahu xhallahu shanuhu janë të zgjedhurët e tij. Ato janë pejgamberët e Allahu xhallahu shanuhu. Pastaj njerëzit e mirë, pastaj njerëzit e mirë. Allahu xhallahu shanuhu në surën Yusuf, ajeti 35, urdhëron dhe thotë: "Thumma bada'a lahum min ba'di ma ra'u al-ayati liyasjunnahu hatta hin." Pastaj, pasi që i vërtetun argumentet e pastërtisë së Jusufit, atyre ministrit dhe rrethit tij ju paraqit ideja që atë për një kohë ta burgosin. Allahu xhallahu shanuhu nëpërmjet këtij ajeti kuranor na njofton se familja e ministrit e pan të udhës që ta burgosin Jusufin alayhis salam për një kohë të pacaktuar, edhe pse ata u sigurun që ai nuk kishte faj. Të gjitha argumentet ishin se Jusufi alayhis salam nuk kishte bërë faj. Të gjitha dëshmit ishin në anën e Jusufit alayhis salam. E dishin edhe ministri këtë punë, e dike edhe bashkëshortja e ministrit, e dishin edhe bashkëpunëtor, e dishin edhe rrethi, por ja që ata vendosën që ta burgosin
pa kur një çfarë faji Jusufin a.s. Për me rujt figurën e familjes vetë, familjes ministrit, ata tash më vendosën që ta burgosin Jusufin a.s. Sepse tash më lajmi ishte përhap dhe vetëm duke e burgos Jusufin a.s. ata menojshin se mund të jepet fond kësaj marrije që ndodhi. Dhe për me vërtetu para njerëzve se gruaja e ministrit nuk kishte faj, ndoshta si ta burgosim, do të shfaqsohet kjo gruaje. Për këtë arsye, kohës së burgosjes së Jusufit a.s. po i vinte fundit dhe mbreti vendosi me nxjerr Jusufin a.s. nga burgu. Jusufi a.s. nuk shirke me dalë për burgit. Po, Jusufi a.s. refuzonte. Jusufi a.s. nuk dëgjonte. Jusufi a.s. kërkonte që të lahet figura e tij. Dilte e vërteta në shesh. Vetëm pasi u sqaru e vërteta dhe pasi doli pasër Jusufi a.s. me nderin e tij, me dinjitetin e tij para njerëzve, atëherë pranoi dale. Përndryshe Jusufi a.s. kishte vazhdimisht oferta që dale prej burgut. Mirë po, nuk pranoi me dalë prej burgut i fajsum. Nuk pranoi me dalë prej burgut me dëm. Nuk pranoi me dalë prej burgut me të gjitha ato ngarkesa që ja kishin vendosur. Momentin që e shfaqsun, momentin që e pastërtun, momentin që dul i pafajshëm, atëherë Jusufi a.s. pranoi që të dale prej burgut. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në surën Jusuf ajeti 36 dhe thotë: së bashku me të hyrë në burg dy të ri, njëri prej atyre dyve tha: unë androva vetën se për shtridhi një rush për verë. E tjetri tha: unë androva se po barti mbi kokën time një bukë me të cilën hanin shpezët. Na tregon komentimin e saj se ne të konsiderojmë nga komentuesit më të mirë të ëndrave. Me këtë fjalë, ju drejtuan Jusufit a.s. të di shok të cilët i kishte bërë shok nga burgu. Komentatorët e Kur'anit familjar në lidhje me këta dy të ri që ishin në burg me Jusufin a.s., njëri prej tyre që shtrydhte pije për mbretin, ndërsa tjetri pishte bukë për ta, ato e donin Jusufin a.s. shumë, sepse Jusufi a.s. kishte sjellje të mirë, kishte fjalor të mirë, kishte edukat të mirë. Në burg filloi thirrje në fenë islame, filloi të bëjë dave, e filloi thirrje në islame. Dhe këto di edhe shumë tjerë të burgosur që ishin në burg kohën e Jusufit a.s. kishin ra në depresion. Dhe dihet, vendi i burgut nuk pret me lule. Në burg ka halle, ka derte, ka sprova, ka probleme, ka lloj ngatresa ndodhin. Edhe këta dy shokët e Jusufit a.s. kishin pasra në depresion. Dhe shumë të tjerë kishin probleme të ndryshme. Jusufi a.s. me thirrjen e tij, me davetin e tij që bënte, ata sikur se u shëronin. Zemrat e atyre u afronin me Jusufin a.s. Sepse ki vazhdimisht i këshillonte se kjo është sprovë, se burgi për juve është sprovë, se një ditë do të dilni nga burgu,
Po e nëse nuk dilni nga burg, ko do të keni shpërblim të Zoti, sepse nuk mund t'i keni dënime, sepse nëse dënoheni pa fajin këtë botë, shpërblimin do ta gjeni në botën tjetër. Nëse keni pas faj, e do t'u shfajsoni, e do ta kaloni kohën tuaj, një ditë do të ketë fund, sikur se ka pas fillim burgi i juve, do të ketë edhe fundin e saj. Në mesin e tyre këto dy djem ishin shumë të lodhur psikikisht. Ndikoi shumë Jusufi a.s. me këshillat e tij, të cilët u ajipke të burgosërve. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu dhe thot: unë pash ëndër, sikur se po shtrydhja vrosh për verë. Jusufi a.s. tia shpjegoi ëndrën duke i thonë se pas 3 ditëve ti kime dalë prej burgut dhe kimi shërbi pije zotrisë tanë. Ndërsa i tjetri i cili ju pa drejtu me ëndrën e tij, i tha Jusufit a.s. unë pash një ëndër, sikur përmbaja mbi kokë një bukë, që atë bukën mbi kokën time e hajshin zosht. Ti Jusufi a.s. i tha se pas 3 ditësh ai do të pushkatohet nga ana e kryeministrit të asaj kohe. Mirë po, një metodologji shumë të fortë ka përdorur Jusufi a.s. U a shpjegoi të dive ëndrën, mirë po asnjëri as tjetrit si tha se ëndra jote është kështu, ëndra atij është kështu. Në të përgjithshmën domethënë shpjegoi, nuk i boni merak. Nuk i tha se ti ke me vdek mas 3 ditëve. As atij tjetrit nuk i tha se ti ke më konën njeriu i cili kemi shërbi mbretit. Në të përgjithshmën e shpjegoi. Nuk u ngut sikur se na që ngutemi fjalën e parë me fjalën e fundit me thon parë. Por në të përgjithshmën ju shpjegoj që mos i bëni merak, sepse nuk ka nevojë në këtë raste, në këto momente me bë panikat pa nevojshme. Në ajetin e 37 të surës Jusuf, Allahu xhaleshanuhu thot: tha nuk ju vjen juve ndonjë ushqim me të cilin ushqeheni e që unë mos di t'ju përshkruaj ata para se t'ju vije juve. Kjo është nga jo që kam mësoj Zoti im, nuk është fal, as nuk është prognoz. Unë e kam praktis fen e një populli që nuk i beson Allahun xhaleshanuhu as botën tjetër. Ata ishin jo besimtarë. Kështu që Jusufi a.s. ju tha se çfarë do ëndre që ata e shinin, ai e dinte shumë mirë kuptimin. Por paraprakisht ju tregoj se edhe ushqimet që kanë me vapru vadike, jo që t'ju tregoj ndonjë fall, por që tregoj edhe t'i binda ato se ki nuk fol nga hamendja, ki nuk fol nga vetvetja. Këtë e ka mësu Allahu xhaleshanuhu që tjetë komentator, shpjegues i ëndrave. Këtë ja kishte mësu Allahu xhaleshanuhu. Por Allahu xhaleshanuhu ja mësoi që ti komenton ëndrat ashtu siç janë. E përmenda edhe një natë, mos ta krahasojmë ne vetveten tonë që të morëmi guximin të komentojmë edhe ëndra. Se shoh shpesh herë ndodh njerëz jemi. Ndodh që shohim ëndra. Mirë po, mos mirëmi tash me ëndra, ta një jetën ta çojmë me ëndra, se ka dikush ka qef ta një jetën me çu me ëndra. Jusufi a.s. ka ditë me i shpjegu. Ka qenë edhe një Ibn Sirin, ka ditë mi shpjegu ëndrat. Të pak të janë ato dietarë, ato alimat që dinë mi shpjegu ëndrat. Mos ju besojnë njerëzve të cilët e shesin fen e tyre, e shesin dinin e tyre me pallavra të ndryshme, vetëm mi hutu njerëzit. Por besojnë Zotit, besojnë krijuesit. Zoti ka dërguar Kur'an, Zoti ka dërguar pejgamber. To janë të vërteta. Rreth ëndrave vëllezër, mos ta kalojmë jetën tonë nëpër ëndra.
Allahu xhaleshanuhu vazhdon në ajetin e 38 të surës Jusuf dhe thot: Unë e ndoqa fen e të parve të mirë, prindërve të mirë, Ibrahimit, Ishakut, Jakubit. Po tu tre kanë qenë pejgamber të Allahu xhaleshanuhu. Neve nuk na takoi t'i përshkruajmë kur njëherë shok Allahu xhaleshanuhu. Ki është besim i drejtë, është dhuratë e madhe nga Allahu xhaleshanuhu ndaj nesh dhe ndaj njerëzve, por shumica e njerëzve nuk i adin vlerën. Nëpërmjet këtyre fjalëve, Jusufi alayhis salam ju drejtu masës së gjerë të asaj kohe, se ne duhet të jemi nga ata të cilët i besojnë Allahu xhaleshanuhu, i besojnë krijuesit ton, i besojnë ditës së ahiretit. Fillimisht kur ta kemi besimin ton, nuk ka vend vëllezër të ndershëm besimtar luhatshmëria tek ne. Nuk ka vend shejtani me na nguc, me na ngacmu me andra. Sepse i beson Zotit, e fal namazin, e jep zakatin, e ninon Ramazanin, e krin haxhin nëse duhet me e kri, nëse ki mundësi me e kri, e kam fjalën. E ndihmon fukaran, e ndihmon kuqin, e ndihmon vllavin. S'ka ati të ti nga cmi me shejtani. Ama me qenë që bohemi musliman sezonal, atër du t'i bim vetit mazë vëllezër të ndershëm besimtar. Nga kjo ngjarje kemi mundësi të mësojmë mesin e tyre atë se njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu. Pas pejgamberëve janë njerëzit më të mirë. Nëse të sprovon Zoti, mos e kuj se ta ka bëu dënim Zoti. Me çfarë do sprove që të sprovon? Me smundje, me mosdhënien e evladëve, me dhënien e evladëve me probleme. Problemet përditshme me bëu me pasën, jetën e përditshme. Ta di se Zoti ka dish, s'ka sprovu. Dhe falenderoje natë ditë Zotin, sepse ma sprovuan kanë qenë pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu. Pastaj burgimi për shkak të pafajësisë. I ndodhi Jusufit alayhis salam. Nuk janë vetëm të rastet tona sot na që i shijojmë, që i përjetojmë pa fajnë në përburgje që i marrë. Jo ekziston herët të vëllezër të ndershëm besimtar. Padrejtësia, zullumi ka ekzistuar edhe më herët. Dhe këto që janë pafajshëm, që gjindën pafajshëm në përburgje, dhe t'i kthejnë historisë Jusufit alayhis salam. Do t'a shohin dhe do të nxejnë ngushëllim tek historia e Jusufit alayhis salam. Daveti Jusufit alayhis salam në burg, edhe pse u burgos, nuk nejti duar kryq, nuk ran depresion, nuk kërkoj hapa për depresion, nuk kërkoj t'ja bin mjekësi në përgjithshme ati, por i besoj Allahu xhaleshanuhu, ju drejtu Allahu xhaleshanuhu, i kërkoj falje Allahu xhaleshanuhu, i kërkoj ndihmë Allahu xhaleshanuhu. Takoj njerëz të dëshpëruar rreth burgut, njerëz që kishin depresion, njerëz që kishin probleme shëndetësore, njerëz që kishin sprova më të shumta se sa ke. Zatën o vëllezër të ndershëm besimtar. Ne kur e kemi një sprovë në jetën tonë, duhet ta këshirmi dikan që ka sprovë më të madhe. Duhet ta këshirmi nëse na ka sprovu Zoti me idare. E marr si shembull. Duhet ta këshirmi se ka edhe më keq. Na jemi keq shembull. Po ka edhe më keq se unë. Nëse dikan e sprovon Zoti me smundje, këshiri dikan tjetër i cili janë sprovuar hala ma smundje më të madhe se ti. Nëse Allahu xhaleshanuhu të sprovon me morjen e evladit, sprove madhe ashtu vëllezër të ndershëm besimtar. Po këshire se dikush që ka sprovën hala më të madhe se tonë. Dikuj në këto luftrat e fundit, vetëm një shembull ta morim. Ja ka shfarus familjen të tërën, kërkan se ka të shtëpia. Ai duhet të jetë krenar, sepse e presin si shehid tek Allahu xhaleshanuhu. Edhe ajo është sprovë. Jusufi alayhis salam me gjithë këtë sprovë e mor guximin dhe bani thirrje islame davet
për hir të Allahu xhaleshanu i ftoj njerëzit që ta besojnë Allahun xhaleshanu. Përvojën që i kishte Jusufi alayhis salam për komentimin e ëndrave është përvojë të cilën secili prej nesh duhet ta kuptojmë ashtu siç është. Dhe shpeshherë na gjanat i kuptojnë neve çish na duan. E këtu gabojmë vëllezër të ndershëm besimtarë. Shpeshherë na edhe fenë e Zotit e dojmë na çish dojmë. Shkojmë na çish dojmë. Namazin duhet ta falim na çish dojmë. Ramazanin duhet ta agjerojmë na çish dojmë. Jo vëllezër të ndershëm besimtarë. Allahu xhaleshanuhu jo rastisht ka dërgu Kur'anin famëlar. Ka dërgu pejgamberlin mesin e tyre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe derisa i ka dërgu këto, mund se cëllin veti, po në ka nuk mund qështu, ati tjetëri qashtu, jo, për që ka regula vëllezër të ndershëm besimtarë. Edhe përvojën e Jusufit alayhis salam për komentimin e ëndrave, do ta mormi qashtu që shanë, që ka spjegu, jo najve që shtam tekët, jo na që dojnë me spjegu, jo na të bomi në për mahal, se cëlla mahal ta ketë një falzor, hajde, një se të spjegoj ëndra, njoni të frije, për zdreth, njoni të frije, për mëzish, njoni tjetëri të frije, për këtë punë, a tjetëri për atë punë. Jo, vëllezër të ndershëm besimtarë, gjithë shka janë këto, ma fejë nuk janë. Fejë nuk janë qëto. Qëto janë qitë me pineve, na që qesmi, na vetë. Na hakatmi, dhe më thonë tash, se Zoti Dhul Gjelal e ka përfundu misionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Muhammedin alayhis salam. S'ka nevoj me dalë lloj fallxori e fallxorke. Besimi në Allahun xhaleshanuhu, Jusufi alayhis salam, këtë besim e mor thellë në shpirtin e tij. Dhe këtë besim o mundu ta praktikoje vetë. Fillimisht besimi duhet praktikohet vetë, vëllezër të ndershëm besimtarë. Kushdo qoftë, që shpjegon fe, qoftë hoxhallar, qoftë edhe të tjerë, sepse nuk e kanë vetëm hoxhallar për borxh me shpjegu, ato janë më thirrë. Por kushdo qoftë që din diçka, mos jetë nga ata të cilët e ke shpërdor dinin Allahu xhaleshanuhu për interesat e veta, për të kanë me të veta, për t'i mblut metat e veta. Por kundrazi, dini Allahu xhaleshanuhu do spjegohet ashtu siç na porosit Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanuhu që Ramazanin ton ta pranon. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të vdekurit tanë Allahu xhaleshanuhu t'i mëshiron. Leçtet tonë Allahu xhaleshanuhu t'i forcon. Të sëmurët tanë Allahu xhaleshanuhu t'i shëron. Rinin tonë Allahu xhaleshanuhu në rrugë ta mbar, ta udhëzon. Elhamdulillahi rabbil alamin.